Hafez Ali Kraja shihet si një lider përparimtar që me tërqenjen dhe me gjitha mundësit që kishte në dispozicion, ishte vënë në shërbim të popullit dhe atdhejot. Për këtë arsye, e donin dhe e qimonin të gjithë, pavarësisht përkatësisë fetare që kishin. Zef Plumbi në kujtimet e tij për Hafez Ali Krajen ka thënë: Hafez Ali Kraja ishte njeri i madh për kohën, e padyshim njeri ndër hoxhallarët më të ditur. Kishte përfunduar studimet universitare në Kairo të Egjiptit dhe njihej si një teolog musliman që dinte gjuhë të shumta dhe ishte gojë ëmbël. Bajram Hereni, i dënuar politik në kampin e bubullimës, kujton kohën kur ishte i burgosur bashkë me Hafezin dhe thotë: në gjithë kampin, dytë burgosur politik arrenin gjithmonë veç mas të tjerëve. Ata ishin Hoxha Hafez Ali Kraja dhe Anton Mëshkalla. Ne jemi më mirë se këta që po na ruajnë, thoshin, sepse ne kemi vetëm trupin të burgosur, por jo dhe shpirtin. Shpirtin e kemi të lirë, nërsa ata që i shërbejnë regjimit, ata shpirtin e kanë të burgosur, nërsa trupin të lirë. Një dritë trupin do të lirohet, kurse shpirti tyre nuk do të lirohet asnjëherë. Frank Shkreli, duke folur për Hafez Ali Krajen, thoshte: sa më shumë të lexoj njeriu për Hafez Aliun, hoxh, publicist dhe adhëtar i menjohur, opozitar me zogun italianët dhe i persekutuar deri në ditët e fundit nga diktatura komuniste, aq më shumë bindesh se ai përkiste një breze adhëtarësh më të spikatur, por që fatkeqësisht nuk janë më. I përkiste atij brezi që mbi të gjitha, megjithëse jetuan në kohra shumë të vështira se sot, qoftë rrethana politike, ekonomike e tjerë, ishin mbrojtës të patundur të idealeve dhe interesave kombëtare të shqiptarëve, pa dallim feje a krahine. Hafez Aliu ishte një personalitet i rrallë i cili gjatë gjithë jetës promovoi ideale dhe vlerat e përbashkëta të gjithë shqiptarëve. Për fat të keq, si shumë të tjerë patriot të asaj kohe, edhe Hafez Aliu ishte i ndjekur, i përbuzur nga disa regjime, qoftë nga zogu, qoftë nga fashizmi, qoftë nga komunizmi. Duke lexuar për jetën e Hafez Ali Krajës, thot Frank Shkreli, nuk mund të mos bëjmë pyetjen se si do të ishte sot Shqipëria dhe shqiptarët nëse në shekullin e kaluar do të kishin fituar pikpamjet e adhëtarëve dhe propagandimorëve, patriotëve siç ishte Hafez Ali Kraja.